Ndërsa qeveria ka miratuar aderimin e Shqipërisë në Bordin e Paqes për Gazën dhe Kuvendi pritet të mblidhet për ratifikimin e marrëveshjes, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se nuk ka pasur dieni paraprake për këtë vendim. Berisha tha se PD mbështet parimisht përpjekjet për paqe në Gaza, por ngriti dyshime mbi mënyrën dhe urgjencën me të cilën po procedon qeveria. Ne mbështesim plotësisht përpjekjen dhe vlerësojmë lart përpjekjen për paqe në Gaza, planin për paqe të presidentit Trump. Berisha akuzoi kryeministrin Rama se po e lidh këtë nismë me protestën e paralajmëruar nga opozita më 24 janar duke theksuar se sipas tij asnjë zhvillim politik apo diplomatik nuk do ta shpëtojë kreun e qeverisë nga ajo që ai e quajti verdikt politik. Asnjë bord, asnjë vizitë, asnjë takim nuk e shpëton nga verdikti i datës 24, sepse ai këtë urgjencë e lidh me protestën. Me datën 24 janar, Tirana dhe Shqipëria do të jetë e tëra në rrugë kundër kryeministit më të rryer të kohrave pas Enver Hoxha Gjersot. Në një tjetër deklaratë Berisha komentoi edhe qëndrimet e kryeministrit për mbylljen e radio-televizionit shqiptar duke i cilësuar ato si përpjekje për përfitime personale dhe pazare politike. Sipas tij çështja nuk ka të bëjë me censurën, por me interesa ekonomike duke akuzuar Ramën se synon ta përdor radio-televizionin shqiptar për të favorizuar persona të afërt me pushtetin. Kërkesa e tij për të mbyllur televizorin shqiptar nuk ka diskutim që është një kërkesë me të cilin kërkon të nxjerrë, të vjedhë ndonjë gjë dhe të ndaj fitimet me ndonjë mik të tij që don t'ia jap. Nuk mund të them se ka hallin tek censura, masi për kështu ai censurën e ka omniprezente po thuaj. Nuk dallojun asgjë midis top tunelit dhe ETSH-s. Nuk shoh ndonjë dallim. Ndaj dhe këtu kemi të bëjmë punë pazarësh që ai është i pangopur.